Kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre konfirmoi sot se ka marrë gjatë fundjavës një mesazh nga presidenti amerikan Donald Trump, në cilin ky i fundit theksonte se nuk ishte më interesuar për paqen, dhe kjo për shkak se nuk ju dha kurrë Nobeli i shumë pretenduar prej tij. Duke qenë se vendi juaj vendosi të mos ma jap çmimin Nobel për paqen për faktin edhe pse kam ndaluar tet luftra e më shumë nuk ndiej më detyrimin të mendoj vetëm për paqen, megjithse ajo do të mbetet gjithmonë mbizotruese. Por tani mund të mendoj edhe për atë që është e mirë dhe e duhura për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkroi Trump të dielën, duke shtuar se kërkonte kontroll të plotë dhe total të Groenlandës. Støre i tha medias norvegjeze VG se mesazhi i Trumpit, i raportuar fillimisht nga PBS, ishte një përgjigje ndaj një mesazhi të shkurtër që ai vetë i kishte dërguar më herët kreut të Shtëpisë së Bardhë, në emrin e tij dhe presidentit të Finlandës Alexander Stubb, në të cilin dy liderët nordik bënin thirrje për uljen e tensioneve dhe kërkonin një telefonat trepalshe. Sipas The Journal, parlamenti norvegjez emëron 5 antarët e Komitetit të Nobelit, por fituesi nuk e zgjedh drejt për drejt qeveria. Javën e kaluar, fituesja e çmimit, udhëheqësja e opozitës venezuelase Maria Corina Machado, i dhuroi Trumpit medaljen gjatë një vizite në Shtëpinë e Bardhë. Megjithatë, Komiteti i Nobelit këmbguli se zotrimi i medaljes nuk do të thotë jesh laureat. Pavarësisht se çfarë mund të ndodhë me medaljen, diplomën apo shumën e çmimit, është dhe mbetet laureati origjinal ai që është regjistruar në histori si marrësi i çmimit, tha komiteti në një deklaratë, duke nënvizuar se nëse medalja ose diploma më vonë bie në zotrim të dikujt tjetër, kjo nuk e ndryshon faktin se kush është vlerësuar me çmimin Nobel për paqen.